Një grua e pyet burrin e saj që t'i jepte 10 euro. Dhe ai e pyet se pse i dëshironte ajo ato 10 euro. Dhe ajo mundohet që t'i jep shpjegime dhe nga ai moment vendosi që kurrë nuk do pyeste më burrin e saj për pare. Do të punonte që të krijonte liri financiare. Dhe jo se nuk e donte më burrin e saj, po sepse kishte vendosur që mos krijonte më pritshmëri apo të varej nga askush. Përshëndetje gjithë dhe mirë se vini në kanalin tim pas disa mungesave. Unë jam Silva Pjetri dhe ky është kanali im Detektive e Lumturisë. Në këtë kanal unë flas për të vërtetat e shpirtit, por sot nuk do flasim për një të vërtetë që është thjesht shpirtërore, do flasim për një të vërtetë që është personale, që është intime, që është shpirtimtare dhe ajo është pavarësia e gruas. E zgjodha atë pjesën e shkurtër, atë historinë e shkurtër në fillim të kësaj video sepse në fakt është një histori e vërtetë. Mentorja ime që kam pas në rrjetin e marketingut ma ka tregu, ajo bënte pafund biseda me gra, edhe një nga këta gra ja kishte tregu këtë histori edhe ishte shumë inspiruese për ta, por edhe për mua, sepse sot do flasim pikërisht për gruan dhe pavarësinë e saj. Sot do flasim për gruan që nuk ka qenë e lirë zgjedhë asnjëherë. Sot do flasim për gruan që trajtohet si shërbëtore. Sot do flasim për gruan që i kërkohet të heshtë, të durojë dhe mos pankohet. Sot do flasim për gruan që është mësuar të japë gjithçka dhe mos kërkoj asgjë. Sot do flasim për gruan që kur flet për ëndrat e saj i thon ke fëmijë, mjaft me ëndra. Sot do flasim për gruan që ka harruar zërin e saj sepse është mësuar vetëm me dëgju. Sot do flasim për gruan që jeton në shtëpi, por ndjehet sikur nuk ka shtëpi. Sot do flasim për gruan që vishet, që buzëqesh, por që brenda saj është copash. Sot do flasim për gruan që është lodhur duke prit që dikush ta lejoj me jetu. Në fakt, këtë video nuk po bëj që të diskriminoj burrat, sepse unë mendoj që burrat sot i trajtojnë gratë e tyre ashtu siç dikur babai i tyre ja ka trajtuar nënën, apo sikur nëna i ka mësuar se si trajtohet motra apo gruaja në përgjithësi. Dhe nuk po bëj këtë video që të fajsoj burrat apo të fajsoj prindrit, po bëj këtë video që të tregoj një realitet që akoma ekziston. Dhe nëse gruaja dashur ti e ke realitetin që ke tani dhe nuk të pëlqen jeta që ke tani, i veti person që ka me ta ndryshuar jetën tënde jetë ti dhe askush tjetër. Sepse nëse ti i fajson prindërit e tu, në këtë rast për jetën që ti e ke, ti nuk do mundesh asnjëherë me ndryshuar jetën tënde. Di pse? Sepse ti qëndron në rolin e viktimës dhe një viktim thjesht ban viktime dhe nuk ban asgjë për jetën e vet. Por ti nuk je një viktim, ti mundesh me ndryshu, ti mundesh me bë më ndryshe, ti mundesh me thënë mjaft, ti mundesh me thënë kjo nuk është e mirë për mua. Nëse nëna jote të ka thënë që nuk është mirë me u divorcu, sepse çfarë do thot bota me u divorcu, ti mundesh me bë më ndryshe, sepse nëna jote nuk është se nuk ka dash që ti ti jesh mirë apo me të po mirë ty, por thjesht nënës tonë barrierat ja ka vendos shoqëria, ja ka vendos mentaliteti, nuk ka ditë më mirë, po ti mundesh më bë më ndryshe për veten dhe për familjen tënde, apo për fëmijët tu në të ardhmen. Po shikoj, kuptoj se nëse flasim për gratë e divorcuar, sot një grua e divorcuar trajtohet sikur ajo dega thyer që bjen poshtë nga pema dhe tani është e pavlefshme. Tani ajo ka për detyrë, ka barë vetëm fëmijët e saj, me u kujdes për ta, me eduku dhe asgjë tjetër. Jeta e saj ka mbaru. Por jo e dashur. Jeta jote nuk ka mbaru se ti e divorcu. Ti mundesh mu dashuru përsëri, ti mundesh mu martu përsëri, ti mundesh gjithashtu mu kujdes për fëmijët e tu, me eduku, me shkollu. Ti mundesh gjithashtu me punu për qëllimet e tua, për ëndrat e tuaja, për jetën që gjithmonë e ke dashur. Por një grua tani mund të më thotë mua, shiko, por jeta jeme janë fëmijët e tu. Po e vërtet janë fëmijët e tu. Por çfarë po i mëson ti fëmijëve tu momentin që ti nuk e të punu për qëllimet e tua, për ëndrat e tuaja? Ti po i mëson fëmijëve të njëjtën, sepse fëmia jot e ndjek shembullin tan. Dhe në momentin që ti ban për tjerë dhe nuk ban për veten, ti ja mëson fëmijëve tu të njëjtën gjë. Por momentin që ti punon për ëndrat e tuaja, i arrin qëllimet e tuaja, shëtit, udhton, buzëqesh, e përjeton lumturinë, dashurinë, ti ja mëson fëmijës tan të njëjtën. Ti ja mëson fëmijës tanë se pavarësisht çdo lloj situate, vajza jote apo djali jot mos dorëzohet kurrë në qëllimet e tij apo të saj, po ti realizoj pavarësisht se si shkon jeta e saj, pavarësisht nëse tradhtohet, pavarësisht nëse divorcohet, pavarësisht nëse lëndohet. Unë nuk mendoj që femrat kanë lind vetëm me sakrifikuar me lind fëmijë. Çfarë jeta është kjo? Burrat punojnë, udhtojnë, kalojnë mirë, edhe gratë qëndrojnë në shtëpi duke rrit fëmijët. Unë nuk mendoj që jeta është kjo. Pastaj fëmia nuk është pronë e jotja. Fëmijët na femrat jemi zgjedh nga Zoti për me jena si një portal që i sjellim fëmijët në jetë, por nuk jena fëmijët nuk janë prona jon. Okej, unë nuk kam fëmijë,
por e di çfarë do thot një fëmijë sepse kam qenë fëmijë vet dhe unë nuk jam prona askujt. Ti ke për detyrë më kujdes për fëmijën tanë, me udhëzu fëmijën tanë derisa të rrini moshë që ai ta udhëzoj fëmijën e vet. Dhe ndërkohë gjatë kësaj procedure, gjatë këtij procesi, ti mundesh me jetu jetën tënde, ti mundesh me buzëqesh, e ti mundesh me shiju dhe me realizu qëllimet e tua. Në fakt, a dini se pse gratë sot kanë pritshmëri apo janë të varur nga burrat? Sepse janë rrit nga nënat e tyre si princesha. Ju kanë thënë që ti do martohesh, do marrësh princin e kaltër, ai do të mbajë me gjitha të mira, do të plotësoj gjitha dëshirat, ti s'ke nevojë me punu, ti duhesh me thjesht me u kujdes për fëmijët, me qëndru në shtëpi edhe ai me t'i plotësu gjitha nevojat e tua. Dhe kur ky princi i kaltër na del një princ që të keq trajton, që dhunon, që tradhton, ti nuk duhesh me baza sepse nuk ke nga shkon, sepse çfarë do thot bota, sepse ti ke fëmijë edhe detyrohesh me hesht edhe me pranu edhe me i dëru gjitha këto. Apo një nën e mëson djalin e vet se si t'jetë pasha, si mos bëj asgjë, si të gjej gjitha gati. E keni vënë për shembull kur keni qenë fëmijë, gjithmonë nonat na kanë mësuar ne vajzave me bë punë, me la, me shpla, me gatu, me bën gjitha këta e djemt asnjëherë. Gjithmonë djemt edhe pse nuk punonin, ishin pasha, e gjenin gjitha gati. Shiko, unë e kuptoj shumë mirë se burrat punojnë, lodhen, për shembull, asun këto që po i them, për shembull bashorti jam punon deri në 6-7 darkës edhe nuk do vi bashorti jam tani me hekoras, me la, me shpla, me gatu, mi bën gjitha këto mbas pune. Jo e bëjon sepse unë punoj më pak, e kemi vendosur kështu që unë punoj më pak edhe i baj edhe gjitha të tjerat. Sigurisht që më ndihmon kur ka mundësi me ndihmu, por ka burra që sot lodhen më pak se femra dhe përsëri nuk i ndihmojnë gratë e tyre. Okay? Përsëri mendojnë që nana e ka përgjegjësi gjitha punët e shtëpisë, fëmijët mu marr me ta janë përgjegjësi e gruas, po jo, fëmijët nuk kanë vetëm përgjegjësi e gruas, nuk kanë përgjegjësi vetëm e jotja, janë edhe bashortit tanë sepse i keni bë bashkë dhe jeni bashkëpunim. Nëse ti vjen ka puna në orën 7-8 dhe je shumë i lodhur, ti mundesh me ul në divan dhe me mbaj një orë fëmin tan edhe me liru nanën, sepse ndoshta ajo s'ka pas kohë me bën dush, as mu la për vete, mundesh me ndru një herë natën. Kjo është bashkëpunimi. Nuk po them tani unë që ti të vish nga puna dhe ti bëhesh të gjitha punët e tjera që ndoshta i bën një grua në shtëpi. Pastaj ka gra sot që janë shumë në energjinë mashkullore, sillen si burrat, marrin shumë përgjegjësi mbi shtëpinë. Dhe nëse nuk e dini, si femrat si meshkujt, duhet të kenë dy energji, si energjinë femërore dhe ata mashkullore. Për shembull, burri nëse është në energji mashkullore, ai është shumë i ashpër, shumë i egër, ata manat ka atë egërsinë e burrit, por duhet ta ketë edhe energjinë femërore që të jetë më i butë, më i kuptueshëm me femrat. Dhe femra gjithashtu, nuk do të jetë vetëm në energjinë mashkullore, duhet një balans gjithmonë, duhet një balans mes energjisë femërore dhe energjisë mashkullore. Prandaj shumë femra sot nga që nuk kanë ndihmë nga burrat, nuk marrin ndihmë ose disa burra i marrin si thjesht si të mirëqena, okay, se gruaja punon shumë, gruaja sill, por ka shumë edhe ashtu që burrat nuk bëjnë asgjë dhe gratë vetëm punojnë dhe ato gra pastaj marrin shumë barra në shtëpinë edhe vënë shumë pozita të rënda në shtëpinë edhe janë shumë në energjinë mashkullore, por gjithmonë duhet një balans sepse ndryshe nuk jenë rrjedh me jetën ashtu siç ti e kriju. E dini sepse sot nuk habiten sepse femrat trajtohen sikur trajtohen apo nuk e kanë jetën që ata kanë, sepse ata zgjedhin. Pse zgjedhin? Pse tham këta? Sepse ata në vend që të punojnë me veten e tyre, gjejnë një punë, krijojnë liri financiare, të realizojnë qëllimet e veta, ata presin pikërisht atë princin e katërt që tham fillim, atë princin që do ju jap jetën që ata e ndërrojnë. Dhe kur ky princi ju del një princ fake, një princ manipulues, një princ mashtrues, një princ që i keq trajton, që i manipulon, që i tradhton, që i dhunon, ata zgjedhin me i mbyll syt, mos me pa sepse thjesht nuk kanë ka me shku, apo thjesht mendojnë që ky ka pare dhe unë nuk do gjej dikan ma mirë, apo ku do shkojon sepse kam fëmijë, sepse ti nuk ke punu kurr, ti nuk ke qenë kurr zoja vetës tane. Apo e dini sepse shumë meshkuj se shumë burra mendojnë që gratë e pavarura, gratë që kanë liri financiare, i kanë frikë zakonisht burrat e të gra. Pse? I kanë frikë sepse mendojnë që një grua pavarur i braktis shpejt, në zonkën e parë i braktis. Por në fakt nuk qëndron kështu e vërteta, sepse thjesht një grua e pavarur i din limitet e veta, i din se ku i ka limitet një burr me ta, dhe din me thënë jo, edhe ka vetë siguri, dhe momentin që një burr i kalon limitet me ta, ajo thjesht ja liron rrugën. Edhe prandaj burrat sot i kanë frikë. Dhe një femër e pavarur sot nuk qëndron me ty sepse ka nevojë për ty, por qëndron me ty sepse don. Ndryshe nga një femër që sot
thjesht nuk të do, por qëndron me ty sepse ka thjesht nevojë për ty. Shikoj, kam bën një video në TikTok me këtë temë që po flasim sot, edhe prandaj në fakt zgjidha këtu ta bëj një temë këtu, një video në YouTube, sepse ndoshta këtu kam mundësinë të flas më gjatë, edhe pse ndoshta mund të harroj diçka çfarë du me shpreh. Por kam pa që shumë femra në TikTok kanë thënë që okej, pse na duhet me punu, për shembull mua ka dhënë burri jetën e ëndrrave të mia, mi ka plotësuar të gjitha dëshirat, pse unë do të më menduar që jam e pavarur, unë gjithsesi po punoj, shikon e kuptoj që të rrisësh fëmijë, të lash plash, të gatuash, të mbash familjen, është punë vete, është punë që nuk ta paguon asnjëri, është punë 24/24, që nuk marr asnjëherë pagesë për ta. I kuptoj gjitha këta. Okay? Edhe kuptoj që ti mund të jesh ke burrin e ëndrave të gra, edhe gëzohem shumë pafund. Unë nuk po them që tani unë nuk gëzohem për këta, unë nuk po them që nuk duhet burrat me marr gratë në të shplak dorës. Unë nuk po them këta, unë gëzohem shumë, uroj që të shtohen burrat e tillë, edhe të ketë burra që i mbajnë vërtet gratë kështu. Por nuk është ideja aty, ideja që jeta është e gjatë dhe nuk po flas specifikisht për një femër, po flas për femrat në përgjithësi. Edhe ka femra që sot vujnë, raskapiten, edhe nuk kanë nga shkojnë, po flas pikërisht për ato femra, okay? Gëzohem për ty që e ke jetën që ti dëshiron, gëzohem për ty që e ke burrin e ëndrave tuaja. Nuk është kjo tema e bisedës. Tema e bisedës që është se jeta është e gjatë, asnjëherë nuk i dit as për ty, okay? Sepse jeta ndryshon. Okay? Moment që ti nuk ke punu asnjëherë, nuk ke pas asnjë lloj eksperience, nuk mundesh me ditë se si vjen jeta. Okay? Do të rosh, do të përballesh me jetën. Okay? Duhet punosh ndoshta. Vjen një moment që jeta parasysht ndryshon, okay? Me sekondin ndryshon, edhe duhet përballesh me disa sfida, okay? Ti je ma e lirë kur ti je ma e sigurt kur ti ke liri financiare, kur ti ke një eksperiencë, je ma sigurt, okay? Pastaj nuk po them që ka çifte që kanë zgjedh që grujat qëndrojnë shtëpi me fëmijët edhe burrit punojnë. Është një bashkëpunim, unë e kuptoj shumë mirë këta. Për shembull, ka burra që punojnë shumë edhe kanë thënë okay, ma mirë gruaja qëndrohet merret me familjen, me fëmijët, sepse të thash është një punë vete. Unë nuk po them që nuk duhet ti me pas një marrëveshje me bashkëshortin tënd dhe kjo është krejt okay, por gjithsesi e mendoj që ti duhet ta kesh një burim diku, duhet ta kesh një liri financiare dhe kjo nuk është asnjëherë gabim. Dhe e di shumë mirë që shumë femra ndoshta kanë më kundërshtuar, nuk kanë më qenë dakord me mua, unë nuk jam këtu për m'ju bind juve, jam këtu realisht me ndihmu dikën që vërtet ndoshta ka nevojë me dëgju këtë fjalë dhe di se shumë femra e gjen veten dhe kanë nevojë ndoshta me dëgju këtë fjalë dhe pikërisht për ata jam këtu dhe pikërisht për ata po e bëj këtë video dhe jam këtu me t'regu që nëse qëndron gjithmonë ti në rolin e viktimës, nëse gjithmonë qëndron në pritshmëri se dikush ka me të ndihmu, asnjëherë nuk ke më qenë në gjendje me ndihmu veten tënde. Kuptoje se nëse ti u prit një shpëtim nga jashtë me shpëtu dikush, nuk do shpëtosh asnjëherë veten tënde sepse gjithmonë do jesh në pritshmëri, në varësi dikujt, sepse dikush tjetër duhet me të ndihmu ty se ti je femër. Dhe sfundmi do të thënë që ti je më shumë se sa mendon që je. Ti je vlefshme, sepse ndonjëherë na e vlerësojmë kaq shumë pak veten, sa mendojmë që nuk meritojmë më mirë, por ti meriton më mirë. Ti je krijuese, ti je krijuese, e ti mundesh me kriju, ti mundesh me i vendos themelet e jetës tone ashtu siç ti dëshiron me i vendos. Ti mundesh me kriju jetën që ti dëshiron, përderisa Zoti ta ka dhënë frymën, ti mundesh i ke gjitha mundësit me ndërtu jetën e ëndrave tuaja dhe mos e limito asnjëherë veten për askënd. Dëgjoje zonin tanë dhe mos qëndroni në vend thjesht se t'jep siguri. Kjo siguria pa dashuri është burg dhe dashuria pa liri është skllavëri. Kështu që zgjohu sepse ti nuk mendoj që je një princesh që pret me tar me të shpëtu ky princi i kaltër, por ti je një mbretëresh që mundesh me ndërtu fronin tanë. Kështu që kaq për sot njerëz, shpresoj që ky video ju ka pëlqyer, edhe do shikohemi në videon e radhës me një temë tjetër. Ju përshëndes. Unë pasëm qenë të fol pa mikrofon, gjatë gjithë kohës, ky s'ka punu fare.